17 qershor, ngriuni për vendin tuaj, me shembullin e asaj rinie të bukur studentore në shumicë që ka dalë dhe nuk lodhet përballë një figure të urryer, anti-shqiptare, sfidante, ofenduese, një bufon. Nga disa filmime dje në Berlin, duket fytyra e tij. Shqiptarët ja kanë përplasur tradhtar, e sa të pasha. Pra, simboli është aty. Fondi yt, në qoftë se nuk do t'i bindesh vullnetit të kësaj rinie, me numra shumë herë më të mëdha se çdo demonstrant e proteste e kryer në Shqipëri, do të përfundosh se sa të pasha. Dhe ta thonë, nën shtetas të Bashkimit Evropian, nën shtetas të një vendi model, Gjermanisë. Ajo që kishe krijuar propaganda si një figurë e madhe ndërkombëtare, po bie çdo ditë. Nuk të urrejnë vetëm ata student, të urrejnë kabineti yt, të urrejnë deputetët tu, të urrejnë gjykatësit e gjykatës lartë, e gjykatës kushtetuese, punojnësit e shikut, punojnësit e policisë, të gjithë. E çuditshme indiferenca nga familjarët e tu, të cilët me sa duket duan që ti të marrësh te poshtë. Një person i njohur zyrtarisht si Zagar i ulët i Sorosit, tentoi duke bler vajzën e llastuar dhe ëndin mediokër Trump heshtjen e administratës amerikane. Ekuacioni ndryshoi. Heqja e kufizimit në procesin e nëngradës për Berishën tregon se kjo administratë nuk e ka pranuar blerjen e heshtjes. Ardha si ambasador e dikujt që nuk ka asnjë njohuri diplomatike, pra ignorant në diplomaci, por strateg general, pra të kesh një emrim politik, një ish general, tregon që Amerika i ka kushtuar rëndësi Shqipërisë. Është i vetmi vend në Ballkan që do ketë ambasador. E çuditshme ka qenë votimi, nëse janë shifrat reale, nuk kam folur ende zyrtarisht me Komitetin e Marrëdhënieve Jashtë, 51 me 47. Kur në komision ishte 19 me 3. Natyrisht që 80% e emrimeve të ambasadorëve janë ambasador karriere. 10 deri 20% janë ato që quhen politik, por janë personat që kanë bërë donacione me miliona dollar të Trump për të marrë një post honorific. Trump e ka kthyer këtë përqindje dhe rreth 80% janë politik. Generali që vjen në Shqipëri nuk ka bërë donacione me miliona dollar. Ka qenë kandidat për ambasador në Katar në 2020 me presidentin Trump dhe pati fatin e Kostenal Çikut, emri i tij nuk kaloi për votim në Senat dhe u rrëzua. Gjasat ishin që në qoftë se nuk do të ishte futur në kalendar këtë muaj, Shqipëria të ngelte pa ambasador. Sepse mbas pushimeve të verës, kur Senati të kthehej, janë zgjedhjet dhe ka shumë gjasa që zoti Trump të humbas Kongresin, por dhe Senatin. Një general tregon diçka serioze. Nuk mund të bëhet bufon, nuk mund të korruptohet. Në raste të veçanta, kur situatat janë përmbysëse, në për ambasada, vendosen ambasador edhe nga ai që quhet deep state, nga CIA, ka ndodhur në disa vende. Në fakt situata në Shqipëri përmbysëse është, në qoftë se shikon me vëmendje. Qeveria është e lidhur me krimin ndërkombëtar, me trafiqet ndërkombëtare, çka synon sigurinë kombëtare të Amerikës. Ato shkrimen në Washington Examiner, në Rama si Noriega, dhe përse vazhdon të toleroj administrata Trump, janë këmbana alarmi. Natyrisht që ambasadori i ri, ato shkrime
duhet i ketë lexuar. Por tani, mbas këtij votimi, që thuaj se çdo gjë është zyrtare, ai ka zyrën e tij në departament. Sa më shpejt vi, aq më mirë për rajonin, për Shqipërinë. Deri tani ambasada ka qenë në nivel legate. Nuk ka kundërshtuar asnjë ditë protestat masive. Ka pasur kontakte të vazhdueshme me kundërshtarë të Ramës brenda grupit të tij parlamentar, kandidat të mundshëm për një qeveri tjetër socialiste, por natyrisht ka pasur kontakte me ata që janë organizatorët real të kësaj proteste me një organizim perfekt. Rama vazhdon me prava a logaritmësh, a thua se kupton të matematikë s'ka bërë shkollë kur. Dhe shkon një idiotësi që i bën Irani. Nuk ka sesi. Nuk ka sesi. Por natyrisht, ambasadat e vendeve perëndimore kanë njerëz të tyre të inteligjencës, siç është shefi i stacionit CIA-s në ambasadën amerikane, ndërmjetësi me FBI, por mjafton të shikosh se si po sillet SPAK-u. Çdo muaj, një prokuror i SPAK-ut po vjen për trajning në Amerikë. Pra SPAK mbështetet nga struktura e administratës, nga ata që quhen punonjës civil, ai deep state quhen siç doni, të cilët duan që Shqipërinë ta largojnë si qendër trafiqesh, si një qendër kundër interesave të sigurisë kombëtare të Amerikës. Rama ka shkuar muhu. Jo rastësisht në Dubai, ishte në Zvicër dhe në Gjermani, janë vendet ku pastrohen miliardat e dollarëve të klanit të tij. Nuk i ka shkputur lidhjet me Soros, sepse djalli nuk të lëshon. Ata kanë prova ndaj tij. Aq më tepër që një nga lindat përbindshë dihet publikisht që është njeriu Sorosit, por FBI nuk është e Sorosit. Në vijshmëri ndalon në aeroport njerëz të Ramës. I kanë kapur disa transaksione me qindra milion dollar. Do të dalin me numër llogarie skandali Dubait. Afro 1 miliard dollar direkt të Rama, familjarët dhe oligarkët e tij. Këta kudasin kur duan këta. Nuk mendojnë me mentalitetin tonë. Shqipëria është tokë e ndikimit amerikan. Pikë. Kosova gjithashtu. Shqiptarët janë ngritur dhe pas zgjidhur problemin e shqiptarëve në Ballkan, Ballkani nuk ka qetësi. Sepse janë të shtypur në Maqedoni, nuk kanë drejtë të tyre malëzi, pa folur për vende të tjera. Dhe natyrisht që në këtë përplasje midis Serbisë dhe Kosovës, garancia Amerika është. Trump duket që nga ana shëndetësore nuk është mirë. Ka mundësi që të mund mos ta përfundoj mandatin. Në pamjet që pam në Francë, duket tejet i lodhur me zi lëviz, një 80 vjeçar. Por garancia është Gjidi Vance. Gjidi Vance është mbështetësi më i madh i djathtë, Rubio gjithashtu. Kongresi po kalon një ligj që të mos ulet numri i trupave amerikane në vendet e NATO-s, sepse Trump kërkon t'i largojë. Mënyra më mirë ishte të largonte trupat e bazave të vendeve arabe, sepse kjo marrëveshje, zotin Trump, në syt e magës e nxjerr keq. Do t'i jap 24 miliard dollar Iranit nga asetet e ngrira, është një fond me 300 miliard, po Trump premton, nuk besoj, dhe do të shikohet në qoftë se ata do të mashtrojnë dhe do të pasurojnë uranium. Marrëveshja e Obamës ishte me rreth 1.7 miliard dollar. Funksionoi. U mor materiali i uraniumit, u nxori jashtë Iranit, u lejuat pasuroi vetëm 3% në vëzhgues. Trump ku erdhi,
me mbështetjen e Boltonit, u largua nga marrëveshja. Por Trump bëri diçka që se kishte bërë asnjë president, goditi. Fillimisht tha jemi për ndryshim regjimi, unë do të caktoj ajatollahun e ri, nga ana ushtarake operacioni ishte perfekt, nga ana politike në të kundërt. Nuk pati asnjë objektiv strategjik real. Dhe në sytë e botës duket që Irani është më i fortë. Synimi është që tulet çmimi i naftës. Dhe në qoftë se kjo ndodh, shanset e Trump në nëndorja më të mëdha. Sepse politika e tarifeve, embargo dhe rritja e çmimit të gazit godet Partinë Republikane. Ne na intereson Ballkani. Ne na intereson Shqipëria. Është një çast, moment magjik kur brezi i ri urren krerët e politikës dhe kërkon ta spastrojë. Është rasti dhe çasti të kemi Republikë të re, shumë bukur e thon data, Shqipëri të re, kushtetutë të re, se kushtetutën greke e kemi, nuk ka problem të madh, gjykatë lartë të re, gjykatë kushtetuese të re, rritje mandatit SPAK-ut, hiqja e asaj që kërkohet votim për heqjen e imunitetit, jo, SPAK të arreston. Pikë, siç arrestojnë këtu. Duke larguar politikën e korruptuar, duke milionat e milionat dollarëve, duke ndaluar investimet strategjike të Ramës, Shqipëria mund të kthehet në normalitet, të mos kthehet në një Kolumbi, dhe të mos kemi më diktator ignorant, pas i merit, i cili mbas 90-s nuk ka kryer asnjë punë. Partia Socialiste ka figura të ndershme. Ata duhet ta marrin kontroll parlamentin, grupin parlamentar dhe partinë, të shpëtojnë Shqipërinë që të mos shkojnë në drejtim të paditur, sepse trysnia, urrëtia ka shkuar në një pikë që nuk mban më. Ata të rinjët të reja në Berlin, që i thanë tradhtar, turp, Esat Pasha, nxorën mesazhin më të madh që duhet kuptojë një njeri që ka rrjedhur përfundimisht. Kishte shans të përfaqësonte brezin e ri, por e humbi. E humbi sepse vetëm fasada dhe ka shitur Shqipërinë te krimi dhe të huaj që nuk kanë asnjë interes për prosperitetin e shqiptarëve dhe çështjen tonë kombëtare. Kudo në Shqipëri.